Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve 21 minuta. Paneli gjyqësor i dhomave të specializuarat Kosovës në Hag e ka shtyre dhe për të paktën 2 muaj shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë shtyrimtare të Kosovës në gjyqin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, konfirmoi një zëdhënëse e gjykatës. Ndërkohë, OVL-UÇK bëri të ditur se sot në gjykatën speciale në Hag ka ndërzuar 200.000 nënshkrime në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Gjyqi ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit përfundoi në shkurt dhe aktgjykimi pritej këtë muaj. Megjithatë, zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Grip tha të mërkurën se paneli gjyqësor vendosi ta shtyjë shpalljen e aktgjykimit deri më 20 korrik për shkak të, siç tha, kompleksitetit të rastit. Ajo gjithashtu shpjegoi se 20 korriku nuk nënkupton se në atë kohë do të shpallet aktgjykimi dhe paralajmëroi se mund të ketë shtyrje tjetër. Kjo datë nuk është data e shpalljes së aktgjykimit, por vetëm data e afatit të zgjatur. Paneli shtoi se nëse një zgjatje e mëtejshme do të jetë absolutisht e nevojshme, do të nxjerrë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur. Të mërkurën edhe kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati njoftoi se ka ndërzuar 200.000 nënshkrime në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Sipas tij, këto nënshkrime përfaqësojnë 200.000 zëra që kombojnë me një kërkesë të vetme, drejtësi për çlirimtarët. Unë vetëm mund t'ja tregoj dokumentacionin t'u tregoj, po sa e dërzum, si apo mundi me vrejt me po. E pranun zyrtarisht, pranun ne shumrena unë sale listimi shumrena, ku në delegacionin Somalia me Zinulli, me Njatu dhe disa shokë tjerë nga Belgjika dhe vende dyshme edhe Elbasan Shala, i cili është një kontribues i madh për këtë peticion që na ka ndihmuar shumë. Ne i dërzum 200.000 peticione, mbi 200.000 si thotë edhe ju vetë i dërzum, kështu që shpresoj dhe duhet besoj fuqishëm në gjykatën që ta ndajnë drejtësitë mirëfillt dhe të merr parasysh në shkrimet tona të cilët shqiptarët anë kontrolli ka janë jo vetëm në Kosovës, por Shqipëri, Maqedoni, Mali, Zi dhe shqiptarët në Mergat, që kanë shkruar peticione të shkojnë në zërin e duhur, në vendin e duhur të merren parasysh se 200.000 shqiptarë kanë shkruar për luftën e saj dhe direkt për presidentin dhe të tjerët që lirohen nga kjo padrejtësi e madhe që po na ndodh neve tash këto momente. 4 i kanë mohuar vazhdimisht akuzat dhe u deklaruan përsëri të pafajshëm në deklaratat përmbyllëse në shkurt. Prokurorët ndërkohë kanë kërkuar që ata të shpallën fajtor dhe të dënohen me nga 45 vjet burgim secili, ndërsa ekipet mbrojtëse kanë kërkuar lirimin e tyre duke argumentuar se nuk ka prova për krimet e pretenduara. Organizata Liria ka emër ka reaguar pas vendimit të dhomave të specializuara për shtyerje në shpallje së aktgjykimit në procesin ndaj ish-krerëve të UÇK-s, duke e konsideruar si zgjatje të padrejtësisë. Sipas kësaj organizate, kjo praktik nuk mund të shihet më si procedurë normale gjyqësore, por si degradim serioz i parimeve themelore të drejtësisë për gjykim brenda afatit të arsyeshëm. Sipas kësaj organizate, vendimet të tilla dëmtojnë rënd besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë ndërkombëtare, duke krijuar perceptimin e një procesi të zvaritur, të pabalancuar dhe të papërgjegjshëm. Avokati i popullit Naim Qelaj u është drejtuar me letër përmes kanaleve diplomatike sekretarit të shtetit të SBA-s Marco Rubio, Departamentit të Drejtësisë të SBA-s dhe shteteve financuese të dhomave të specializuara të Kosovës, duke u përcjell raportin vlerësimi paraprak i dhomave të specializuara të Kosovës dhe duke ngritur shqetësime serioze mbi bazën e gjetjeve të tij. Njëkohësisht, letra u është përcjellë edhe ministrave të jashtëm të Zvicrës, Norvegjisë, Turqisë dhe Kanadas. Sipas njoftimit të avokatit të popullit, raporti është shpërndarë gjithashtu edhe tek zyrtar të lartë ndërkombëtar, përfshirë presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, përfaqësuesën e lartë të BE-s për politikë të jashtme Kaja Kallas, presidentën e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, si dhe drejtues të Këshillit të Evropës. Në letër, avokati i popullit shpreh shqetësime për garantimin e një gjykimi të drejtë në procedurat e dhomave të specializuara, duke u referuar gjetjeve të
organizatës Bar Human Rights Committee of England and Wales. Sipas raportit janë identifikuar probleme serioze në mbrojtjen e garancive procedurale, veçanërisht në lidhje me të drejtën për një gjykim të drejtë, transparent dhe të paanshëm. Në këtë kontekst, rikujtojmë se këto standarde janë të garantuara nga Pakti Ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike nga Konventa Europiane të drejtave të njerëzit, të cilat zbatohen drejt për drejt në rendin juridik të Kosovës përmes kushtetutës. Qelaj nënvizon se respektimi i këtyre parimeve është thelbësor për legjitimitetin dhe besueshmërinë e proceseve gjyqësore, duke kërkuar që praktikat e gjykatës të përputhen plotësisht me standardet më të larta ndërkombëtare të drejtësisë, transparencës dhe pavarësisë. Ai thekson se adresimi i shqetësimeve të evidentuara është i domosdoshëm jo vetëm për mbrojtjen e të drejtave të akuzuarve, por edhe për ruajtjen e integritetit të procesit gjyqësor. Ai veçon gjithashtu faktin se përfaqësues të lartë politik të Kosovës janë dorëzuar vullnetarisht për të përballur me drejtësinë si dëshmi e përkushtimit institucional ndaj llogaridhënies dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Avokati Ardian Bajraktari tha se shtyerja e afatit prej 60 ditësh për marrjen e vendimit nga ana e trupit gjykues në rastin e 4-shës së UÇK-s përbën një tjetër dëshmi të zgjatjes së panevojshme të këtij procesi, duke shtyrë epilogun e vendimit gjyqësor dhe zvarritur procesin e stërgjatur në dhomat e specializuara. Avokat gjykata speciale njoftoi se ka shtyrë shpalljen e vendimit për të akuzuarit në hak deri në korrekt. Si e pat këtë me se pothuajse është vendim politik? Natyrisht, një vendim përkatësisht shtyrje e tillë ndikon në masë të madhe në stërgjatjen e procesit, i cili edhe ashtu dihet që deri në këtë fazë të procesit është i stërgjatur dhe përrjedhoi ndikon në cënimin e njërit prej parimeve jashtëzakonisht të rëndësishme në drejtësi që është gjykimi brenda një kohe të arsyeshme. Pavarësisht faktit që një vendim i tillë përcaktohet ose mundësia e shtyrjes së tillë përcaktohet në rregullin 159 të rregullorës së procedurës dhe të provave, si rrethon përjashtuese, megjithatë përmes këtij vendimi cënohet parimi i rëndësishëm i gjykimit brenda një kohe të arsyeshme. Për më tepër është shqetësues fakti që 4-shja UÇK zoti thashë dhe të tjerët vazhdojnë të mahen në masën e paraburgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, si masë jo proporcionale dhe në shpërputhje jo vetëm me ligjin, mirë po edhe me praktikën e gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit. Prandaj, përmes një vendimi të tillë, natyrisht që ngritën shqetësime dhe dilema serioze në raport me administrimin e drejtësisë nga ana e kësaj gjykate dhe për më tepër në shtetet e së drejtës, drejtësia jo vetëm që duhet të vëhet në vend, mirë po edhe duhet të duket se po vëhet në vend. Prandaj, këtë drejtim edhe ngritja e pikpyetjeve, shqetësimeve dhe e preokupimit kujdo qoftë në raport me mirë administrimin e këtij procesi janë në bindjen time të jetë legjitime, për faktin se së pakun nga fillim prilli i vitit që shkoi, nuk ka asnjë arsye, asnjë rrethon të justifikueshme ligjore që zoti thashë dhe të tjerëve të vazhdohet masa e paraburgimit, ata lehtësisht mund të lëshohen në liri, mund të ju ndryshohet masa dhe ta presin epilogun e këtij procesi të stërgjatur dhe të padrejtë në familjet e tyre, sepse masa e paraburgimit është jo proporcionale, është absolutisht e pajustifikueshme. Sa ka rrezik që të shtyhet më tej? Çuria e procesit e deri tashëm nuk jep hapësira për me dyshu në çurinë e procesit, sepse jo rrallëherë kemi qenë dëshmitar të cënimit të rregullave, të cënimit të parimeve bazë të drejtësisë nga ana e dhomave të specializuara. Prandaj, pavarësisht faktit që në mënyrë eksplicite parashihet me rregulloren e procedurës dhe të provave, që vetëm si rrethon përjashtuese shtyrja e tillë mund të bëhet deri në 60 ditë shtesë, megjithatë nga ana e këtyre dhomave, nga ana e kësaj gjykate gjithçka është e pritshme. Nga sot është hapur afati për të aplikuar për regjistrimin e qytetarëve që synojnë të votojnë nga jashtë Kosovës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Ky afat do të zgjasë deri më 17 maj.
Me këtë rast, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ju ka bërë thirrje diasporës që të regjistrohen për të votuar. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi bëri të ditur se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen nga 6 maji deri më 17 maj. Ndërkaq votimi në përfaqësi diplomatike organizohet më 6 qershor. Regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës do të fillojë nga dita e sotme 6 maj dhe do të përfundojë më 17 maj. Pra gjatë kësaj periudhe 12 ditore, të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votuesi jashtë Kosovës për të votuar qoftë fizikisht në ndonjëherë nga përfaqësi diplomatike apo për të votuar përmes postës. Në momentin e regjistrimit, aplikuesi mund të përzgjedh individualisht mënyrën e tij pra se si dëshiron të votojë në këtë proces zgjedhor. Përveç këtij procesi, Elezi ka njoftuar se nga e mërkura votuesit kanë 12 ditë kohë për të ndëruar qendrën e tyre të votimit. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme 6 maj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mundësoj ndërrimin e qendrës së votimit për votuesit brenda një komune të caktuar. Pra, gjatë kësaj periudhe nga data 6 maj deri më datë 17 maj për 12 ditë me radhë, të gjithë votuesit mund të konfirmojnë së pari pra adresën e tyre se ku janë të caktuar të votojnë më 7 qershor, por nëse duan, pra është në vullnetin e tyre që ta ndryshojnë atë brenda komunës përkatëse ku ata janë caktuar si votues. Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ju ka bërë thirrje diasporës që të regjistrohen për të votuar nga jashtë Kosovës në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Ajo përmes një video adresimi tha se qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës duhet bëhen pjesë e vendimarrjes në vend. Regjistrohuni për të votuar. Ju keni qenë pranë Kosovës edhe kur kufit, dhuna dhe largësia janë munduar t'ju mbajnë larg. Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun ton. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Nga data 1 maj deri më 7 maj, subjektet politike kanë kohë që të njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje apo jo në procesin zgjedhor apo të bëjnë deklarim se do të garojnë si pjesë e ndonjë koalicioni. Kryeministri në detyrë Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të regjistrohen në platformën e KQZ-s për të votuar nga jashtë vendit për zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një adresimi me video në profilin e tij zyrtar në Facebook, Kurti ftoi mërgjimtarët që nuk mund vinë në Kosovë për të votuar që të regjistrohen sa më shpejt në këtë platformë. Të dashur mërgjimtar, populli i Kosovës brenda dhe jashtë vendit foli qartë me 28 dhjetor. Madje më qartë se asnjëherë më parë në Kosovën e pas luftës. Ky zë i qartë i juaj erdhi pas 10 muajsh bllokade për të pamundsuar krimin e qeverisë të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Por nga sot nis sërish procesi i rëndësishëm i regjistrimit votuesve që votojnë nga jashtë vendit. Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet të bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhen vetë. E ne që jemi në rrugë drejt, nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik. Ky proces zgjedhor është shumë i rëndësishëm. Ftoni familjarët, miqtë të dashamirët të bëhen pjesë e vendimarrjes, fillimisht duke u regjistruar për votim, pastaj edhe për të votuar. Kujdes, ju që vini fizikisht në Kosovë, nuk keni nevojë për regjistrim. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me një video mesazh ju është drejtuar diasporës për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Osmani u ka bërë thirrje mërgjimtarëve që të vinë Kosovë për të votuar ashtu siç e kanë dëshmuar gjithmonë duke mos e lënë vendin e vet. Osmani tha se mërgata i dha shpresë së vendit kur kishte nevojë më së shumti dhe nuk ja ktheu kurrë shpinën Kosovës. Të dashur mërgjimtar, edhe pse larg fizikisht zemra juaj rreh çdo ditë për Kosovën. E keni dëshmuar në të kaluarën e po e dëshmoni edhe sot. Ju asnjëherë nuk e lat Kosovën vet.
Edhe tani atë ka nevojë për ju, për fjalën tuaj, për përkushtimin tuaj, për pjesëmarrjen tuaj. Me 7 qershor ju duam përsëri bashk. E janë në Kosovë, ose regjistrohuni për të votuar. Afati regjistrimit fillon sot dhe zgjat deri me 17 maj. Për gjatë 5 viteve që isha në presidencë, pjesa më e bukur e angazhimit tim kanë qenë pikërisht takimet me ju, pritjet për ju, diskutimet me ju, festimet e përbashkëta për të arriturat tona të përbashkëta, e ndarja e dhimbjes në momente të rënda. Si një familje që s'ka kush e ndan, sepse ju kur nuk ja kthyet shpinën Kosovës. E mbajtët gjallë në momentet më të rënda, e ringritët atëherë kur ishte rënuar, e i dhat shpresë atëherë kur duhej më së shumti. Edhe tani do ta bëjmë këtë së bashku. Siç e kam thënë edhe kur vendosa që 28 dhjetorit të ishte data e zgjedhjeve të kaluara, sa më afër që e kemi mërgatën në çdo vendim, aq më e fortë do të jetë Kosova. Sepse ne jemi krenar me ju, me të arriturat tuaja, me punën e ndershme, me djerë se me mund që e bëni, nëpërmjet së cilës e mbani Kosovën të fortë. Kosovën e kemi të përbashkët, pavarësisht ku jetojmë. Le ta dëshmojmë këtë me veprim. Regjistrohuni, votoni, ndikoni. Ju dua shumë. Anëtari i kryesisë LDK Armend Zemaj ka bërë të ditur se të shtunën do të definohet çështja e bashkëpunimit me Vjosa Osmanin për zgjedhjet e 7 qershorit. Sipas tij, kjo çështje tashmë është e kryer. Pra mund të pritet të finalizohet marrëveshja gjatë kësaj jave? Po Këshilli duhet i meratoj këto vendime, atëherë ajo që po shihet që quhet pjesë e marrëveshjes, domethënë nuk komplikohet në atë mënyrën klasike të një marrëveshje, po është një ecje e përbashkët drejt fitores. Pra të shtunën mund ta kemi këtë ecje të përbashkët. Ne shpresojmë që po, edhe pse duket që vetë tashmë është punë e kryer, por Këshilli ka edhe autorizime tjera, të cilat e sheh listën, renditjen dhe kriteret që janë, numri i përfaqësimit, por edhe për të tjerët që bëhen pjesë e listës fituese të LDK-s. Por si formalitet, mendoj që pas të shtunës mund të flasim për një listë ku Vjosa Osmani i bashkangjitet Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka ndonjë konfirmim, do të jetë të shtunën pjesë e Këshillit edhe Vjosa Osmani? Jo, në Këshill marrin pjesë vetëm anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, mund të ketë ftesa për musafir, por kjo është çështje më shumë procedurale dhe i takon Këshillit, i takon edhe kryetarit edhe kryesisë. Përveç me Osmanin, do të ketë ndonjë koalicion tjetër LDK-ja drejt këtyre zgjedhjeve, nisë përfundon afati për dorëzimin, do thotë deklarimin e partive nëse dëshirojnë të garojnë vetëm apo me koalicione. Ju e dini që edhe në të kaluarën e afërt kemi pas bashkëpunim me subjekte të vogla politike, po cilat kanë qenë të rëndësishme dhe i respektojmë shumë në kuptimin e garës të cilën ne kemi bën, kuptimin e programit, por edhe të insistimit që të kemi ndryshim të pushtetit. Jemi të hapur edhe për këtë pjesë, ka negociata të ndryshme, por nuk janë të kurzuara, janë se si të jetë një listë kompakte, edhe të jetë një listë reprezentative, fituese, por që garojnë në siglën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës në një deklarat për televizionin ton, tha se ky subjekt politik në zgjedhjet e 7 qershorit po garon për vendin e parë. Ndërsa u pyet edhe për lëvizjet e fundit në skenën politike, konkretisht bashkimi Vjosa Osmanit me LDK-n a paraqesin rrezik për PDK-n, ai tha se nuk e kanë betejën me Osmanin. Zotri Haliti, si do të garoj Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit, si parti e vetme apo do të ketë ndonjë koalicion? Tani Partia Demokratike e Kosovës mendoj që do të duhet garante e vetme, me qenë se koalicionet duhet me u bë me kohë dhe koalicionet nuk bëhen për emna, por bëhen për program. Si do qoftë, në qoftë se ka oferta serioze, cilat do t'i pëlqejnë Partia Demokratike e Kosovës, dhe ofertat serioze, me siguri që do t'i merrte parasysh. Kemi parë që Osmani pritet i bashkohet, do thotë listës së LDK-s, do të jenë një rrezik për PDK-n? Jo, rrezik për PDK-n ne betejën e kemi me vetëvendosjen, nuk e kemi me Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani ka qenë një
deputete, është bërë presidente në kushte të ndërthona të veçanta, dhe tani ka kalu aty ku ka qenë, në partinë në Lidhja Demokratike. Varet shumë se sa japin fush ata si parti, sa japin mundësi ata si parti, dhe në çfarë pozicioni do ta vendosin. Ka të dhëna dhe biseda që ajo do ta udhëheqë fushatën e LDK-s, do të ketë betejë me Albinin. Tani është çështje më shumë e tyne se si e konceptojnë ata fushatën, se si do ta fillojnë dhe si do ta përfundojnë dhe cili do të jetë rezultati i tyne. Ne si Parti Demokratike të Kosovës duhet me luftu për vendin e parë dhe jo as për vendin e dytë, as për vendin e tretë që po thoni ju. Lëvizja vetëvendosje nuk e sheh si rrezik për zgjedhje ish bashkëpunëtorën e saj Vjosa Osmani, e cila pritet bashkohet me LDK-n për zgjedhjet e 7 qershorit. Antari i vetëvendosjes Enver Dugolli tha se nuk i friksohen askujt, duke shtuar se nuk beson që kalimi i Osmanit në LDK zvoglon mbështetjen elektorale për vetëvendosje. Unë besoj që do të kalojmë përqindjen që kemi pas me 28 dhjetor, sepse nuk po mjafton për të ecë përpara. Na duhet që ta kemi një rezultat edhe më të fuqishëm, sepse qartazi po shihet se partitë opozitare nuk janë të gatshme edhe nuk dëshirojnë që të bashkëpunojnë për interesat e qytetarëve, por inatët e tyre, barikadimi i tyre, aleancat e tyre të fshehta e që po dalin faktikisht këtyre ditëve në shesh e qytetari po i sheh, se kanë bashkëpunim. Nuk e arrini as 51%. Ne do të punojmë që ta arrijmë edhe do të punojmë fuqishëm që ta arrijmë atë synim, sepse qytetarët kanë prit mjaft edhe vendi nuk ka nevojë që të sillet me një cikël të pafund të zgjedhjeve. Po pritet ndërkohë bashkimi i Vjosa Osmanit me LDK-n. E shihni Vjosën, zonin Osmanin fakt si kundërshtuare të fortë? Ne kemi qytetarin atë që duam ta kemi gjithmonë pranë dhe nuk na frikson askush. Zonja Osmani po kthehet aty ku janë mbyllën dyert dhe ku lëvizja vetëvendosje Albin Kurti ja hapi dyert, ja dha mundësitë. Pra nuk e di që ka ndryshuar nga ajo kohë kur ata veç se e larguan, nuk deshen të dëgjojnë fare për zërin e saj, nuk e di që ka ndryshuar, ajo më së miri të din për vete, por unë besoj që nuk do të ketë bashkëpunëtor më të sinqert, aleat më të sinqert se sa lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti. Asnjëherë nuk do të ketë. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.